parrihet që brenda afatit kushtetues të zgjedhet presidenti, e para i bie që fillimisht do të thotë baraktari i gjithë kësaj është partia fituese në këtë rast lëvizja vetëvendosje, e cila po e çon vendin drejt shkatërimit. Sepse po e çon vendin drejt shkatërimit. Dëgjoj, ne nuk kemi kohë që të bëjmë 3 herë zgjedhje. Do thotë është e palogjikshme, nuk ka asnjë lloj logjike politike, asnjë lloj logjike shnosh që brenda një vit e gjysmë të shkohet 3 herë zgjedhje të jashtëzakonshme. Do thotë kjo është e papranueshme. Para ashtu zgjedhjet në nivelin lokal, të cilët kanë qenë edhe ashtu zgjedhje, të cilat natyrisht është dashur të mbahet, mirë po nga ana tjetër jemi edhe në situatën ku edhe nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, kemi pjesën tjetër që kemi probleme tjera të formës, mënyrës së funksionimit të shtetit. Kemi tani më në prind, nëse zgaboj,